Përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit që keni zgjedhur të kaloni këto minuta me ne sot në programin Po Zot. Si binjake identike ishte mësuar që çdo gjë ta bënte bashkë me motrën. Prandaj u lut për një vit të tërë që edhe motra të besonte tek Jezusi dhe të dyja të shkonin në kish bashkë. Zoti të cilit ajo i besonte, ju përgjigj lutjes dhe motra jo vetëm që shkoi me të në kish, por pati në zemër të njëjtin pasion si ajo për të ndarur ngjillen me të tjerët dhe për të shërbyer aty ku Zoti dëshironte. Ju ftoj sot të ndiqni rrëfimin e besimit të një gruaje që na frymëzon me besimin tek një Perëndi i mirë dhe besnik. Edhe në mes të sprovave shumë të mëdha, ajo zgjodhi të mbahej tek dora e tij. Sprovat nuk e mposhtën dot. Përkundrazi, bën që përmes saj aroma e Krishtit të përhapet në shumë njerëz sot që ka nevojë për shpresë që nuk e mby dot asnjë rrethane vështirë. Unë jam Albona Demo, kam lindur dhe rritur në qytetin e Vlorës, jam e martuar për 22 vitesh me Eduardin dhe kemi 2 fëmijë. Unë kam lindur, jo si çdo fëmijë tjetër, unë me motrën jemi binjake dhe jemi shumë identike. Për prindërit e mi ishte surprizë, sepse në atë kohë nuk kishte as nga mjekësia eko gjëra, ata ishte shumë e çuditshme për ta. Dhe që kur filluan të fillimet tona të fëmijërisë, filluan të shikonim ndryshime, pse ne ishim ndryshe nga të tjerët. Filluan këto pyetjet, kush i krijoi njeriu, universin, kush e krijoi. Por përgjigjet nuk po i merrnim, edhe kështu vendosëm që të lexonim, por prap nuk po gjenim gjë, sepse s'kishte në atë kohë libra të tillë. Dhe në 93-shin, kur komunizmi ra dhe demokracia erdhi, misionarët filluan, tani i quajmë misionarë, se më përpara ne i quajmë të huaj, filluan të vinin edhe në qytetin tonë. Edhe ishim në shkollë, unë dhe motra, ishim klasë 8, ishte pranverë dhe këta misionarët erdhën në klasë dhe filluan të ndanin për ungjillin. Për mua ishte herë e parë të dëgjoja fjalën Krishti. Mund të kisha dëgjuar fjalën O Zot, por jo Krishti. Dhe ata treguan që njeriu ishte i ndarë nga Perëndia. Edhe për mua ishte si mund të jetë njeriu i ndarë nga Perëndia dhe kush ishte arsyeja që ne ishim të ndarë. Edhe ishte mëkati që ne na bënte të ndajemi me Perëndin. Dhe por kishte edhe një shpëtimtar që ishte Krishti. Dhe për mua filloi interesi që të kisha interes për të dëgjuar më shumë për këtë emër, Krishtin. Dhe në fund, këta misionarët thanë, kush ka dëshirë të di më shumë, atë zemra ime ishte me gëzim që unë ta kisha këtë Zot në zemrën time. Atë i thash, po, dua të njoh ty. Po në të njëjtën kohë, unë kisha gëzim që po njeh Zotin, por motra ime ishte në anën tjetër që nuk donte ta njihte Zotin. Dhe edhe kisha gëzim edhe ligështi në këtë gjë. Kur u kthyem në shtëpi, si zakonisht, prindërit po që na pyesin që hey, si ishte dita, edhe unë me atë gëzimin tim thash, hey, unë njoh kush është Zoti i vërtet. Edhe babi tha, ne jemi musliman. Nëse ti do, mund të vesh në xhami. E habitur që si ka mundësi. Unë se kisha dëgjuar ndonjëherë këtë fjalën e besimit për muslimanët. Edhe thash jo, nuk vete. Por misionarët na dhanë një libër si Zemra e njeriut, Biblën, Dhjetën e Re dhe Psalmet, edhe fillova ta lexoja me veten time, sepse prindërit na kishin parë që në çdo kohë do të ishim së bashku. Edhe unë nuk mund të zgjidhja që të isha vetëm në këtë pikë. Dhe fillova ta lexoja vetëm, kisha dëshirën e madhe për ta lexuar vetëm, por na kishte edhe sezoni që do përgatiteshim për provimet, edhe ime motrën më thoshte gjithnjë, nuk do jetë bukur kjo, nuk do të zgjidhë kjo problemet, ato ushtrimet e provimet, por shiko pyetjet. Më thosha unë, po do t'i bëj të dyja, edhe këtë dhe atë. Dhe kështu vendosa vetëm thjesht duke lexuar me veten time. Kështu iku vera dhe në shtator misionarët filluan prapë të vinin në shkollë. Dhe për mua prap doja të dija të kisha miqësi me këta misionarët.
Por na që prinjet nuk po më dinin dhe fillova t'i lutesha prindërve që a mund të shoh dhe prindit tanë. Nëse kjo do për motrën time, atëherë mund të vesh. Kam filluar të lutem për një vit të tërë. Kur ishim në vit të dytë të shkollës së mesme, një shoku jon në klasë erdhi, ai ishte nga shtëpia e fëmijës dhe ishte marrë nga një çift amerikan, edhe kuptohet që tani ishte bëri krishter, dhe ai e fton motrën time në kishë. Po duke ditur që ne ishim binjake dhe kishim atë vështirësinë që në çdo vend që ne ishim të ri, në ambient të ri, ne e kishim problem për faktin që do na vini përballë. E do thoshim, kush është kjo e kush është ajo? Ishte shumë e turpshme për ne në siklet që të na bënin njerëzit një gjë të tillë. Dhe kur vajtëm në kishë, motrës time nuk e pak të ndryshim që njerëzit ishin aq të dashur, aq të afrueshëm, edhe nuk e bëm këtë pyetje, kush është kjo, kush është ajo? Edhe u ndje rehat. Edhe thash, okay, duke se po funksionon lutja, dhe i thash prindërve që tani kjo po vjen, a mund të vazhdojmë rregullisht sepse ishte vetëm për një herë. Edhe babi tha, bo, nga një më bën dy. Dhe tha, të shohim për të vajtur për gjithnjë. Por e kishte të vështirë që të na shikonte sepse opinionin atë kohë për kishat ishte jo dhe aq e mirë. Ke parasysh këta ta lelus, këta bëjnë kështu, bëjnë ashtu. Edhe nuk ndjej rehat babi për këtë gjë. Dhe ne vendosëm që t'i thoshim mami që ne duam të vëmë në kishë, por të lutem, a mund të vëmë në atë kohën kur babi del, se ishte 1 orë para dite, 2 orë në kishë, edhe ne iknim në kohën që është dhe ktheheshin gjithnjë në kohën që babi s'kishte ardhur akoma nga kjo kafja, shëtitja e përditshme. Edhe kështu fillon të venim në kishë çdo të diel. Jo shumë me bekimin e babit, më kupton, thjesht fshehurazi nga babi në këtë gjë, por me bekimin e mamit. Dhe po ndjenin kënaqësi, po rriteshim në Zotin, e kishim atë dëshirën që të njihnin fjalën e Zotit, të sillnim njerëz në kishë, sa herë që njerëz në kishë thoshin që hey, do bën Pashkë, ta mund të sillin njerëz, dhe ne gjithnjë donim të sillim sa më shumë. Edhe mbaj mend kishim 2 komshiet tona, edhe ato u lutëm përpara, se na u thanë që duhet të luteni për këta njerëz, sepse ishin të reja, edhe duhet të bënim çdo gjë siç na thoshin. Edhe i ftuam dhe ato. Edhe ato filluan të vinë në kishë, edhe sot e kësaj dite janë duke ecur me Zotin, edhe janë falendëruese për këtë gjë. Dhe kur ishte koha për të vajtur në universitet, prindërit tanë e panë, okay, ndoshta kjo faza tani që është adolescencë, ndoshta do ta harojnë Zotin, më mirë t'i çojmë larg, se ndoshta nuk do të ketë ambient, kishe. Kujtoni sikur çdo gjë në vendin tjetër që ne nuk do njihnim as edhe një njeri. Edhe në Tiranë, ishte 97-a dhe filluam studimet këtu, por kuptohet që Tirana kishte më shumë kisha se sa Vlora. Edhe ne u përfshim në një kishë këtu, u përfshim me një organizatë studentore dhe filluam që të rriteshin, të mësonin se si të ndanin ungjillin, si të dishpëllizonin të tjerët. Edhe për ne ishte dëshirë shumë e madhe që të bënim këtë gjë dhe t'i shërbenim Zotit. Kur kuptohet që në çdo kohë, në çdo verë e kishim të vështirë sa herë që ktheheshim, se babi e merrte vesh që ne venim dhe në kishë edhe në shkollë, dhe thoshte, okay, kësa herë nuk do ktheheni më në shkollë, sepse se shkoni atje. Po do doni lirë në shkollën dhe vazhdoni këtë gjë. Dhe ne çuditeshim, pse? Ne i bëjmë të dyja dhe jemi shumë mirë në të dyja, nuk na pengon as edhe një gjë. Edhe gjithnjë luteshim, sa herë që venim në shtëpi, bënim gjërat, edhe po prapë Zoti siguronte që ne vinim, ktheheshim, edhe prapë mund të thoshte, por në fund fare u dorëzova babi. Tha, okay, kjo është jeta juaj, sepse ne të dyja vendosëm që, vërtet, ne kemi studiuar për inxhinieri lulesh, edhe mendonim që qyteti mund të bëhet i bukur edhe pa bërë në lulet. Edhe aromën është më mirë të japësh aromën e Krishtit se sa të japësh aromën e luleve. Edhe vendosëm të dyja të ndanim ungjillin edhe të bëheshim misionare.
nuk mund të them që ishte ideja ime, por shumë njerëz që ne kemi shërbyer këto 5 vitet e shkollës së lartë, e kishim parë zemrën tonë që ne ishim të gatshme për çdo gjë dhe në veçanti për të ndarë ungjillin, kishim dashuri për njerëzit, donim të ishim me njerëzit. Dhe morëm një kohë për të lutur dhe thamë që okej, këtë mund ta bëjmë edhe mund të vazhdojmë. Kjo ishte ajo arsyeja pse ne vendosëm që të edhe vazhdoj akoma. Si çdo shqiptar që për prindit në veçanti që ka vajza edhe ne ishim të dyja binjake, edhe kur ne mbaruam shkollën e lartë, prindit fillon të merakoseshin. Këto janë akoma nuk njohin një person për jetën e tyre, e kanë të vështirë tani, në Vlorë nuk i njeh njeri, nuk e dim në Tiranë çfarë po ndodh. Edhe në vitin e fundit të shkollës së lartë, ne bënim studim bible edhe mblidheshim me gocat edhe e shikoja që gjithë një vajzat thoshin, ky nuk bën, ky e bën, edhe okej, thamë ne do lutemi tani dhe do ta mbyllim të fjalën që ky bën, ky s'bën. Edhe filluam të luteshim për bashkëshortë të ardhshëm. Dhe nuk kishim dieni për çfarë po ndodhte, por Zoti ishte duke punuar. Dhe mbaj mend kur ne u pranuam në staf në Institutin Jetare të dyja njëkohësisht edhe ishim duke bërë atë konferencën e parë me stafin e ri dhe filluan gjithë këta të stafit që sa mirë do ndajmë juve më në fund se nuk u njohim njëra ndaj njëra këtej që nuk e dimë akoma se ku do vënë, në çfarë drejtime do kishim. Edhe mbaroi ajo konferenca atë natë edhe jemi kthyer të dyja në dhomë duke qarë edhe duke u lutur Zotit me ngashërim në gjunjë që Zot, nëse ti do që të vërtet ne të ndajemi, se do vi dita që do ndajemi, por të lutem Zot, na bëj që të gjejmë një person të duhur që do të na dojë ashtu siç e duam në njëra tjetrën. Kjo ishte lutja dhe ishte gusht, domethënë ne u lutëm qershor, në gusht kishim një vit që ishim lutur dhe në gusht të dy bashkëshortët tanë që janë tani na propozojnë në një ditë. Njëra në mëngjes dhe njëra në darkë. Edhe kjo ishte një përgjigje lutje që unë nuk mund të them, ke parasysh ata nuk njiheshin fare. Nuk njiheshin fare. Kuptohet që ishin pjesë që diheshin që ishin të krishterë, po nuk ishin dieni fare që unë pëlqej këtë, pëlqej atë, nuk ishin takuar ndonjëherë të ndanin këtë lloj ndjesie për veten e tyre, kupton? Që kështu kjo ishte një përgjigje lutje. Kur njojta Edi, sepse pastaj filloi Edi që është ja, unë pata një problem se ishim në projekt Airo dhe problem shëndetësor kështu nga aroma më shumë, edhe kisha si të përzjera dhe kur mbaron Airo, Edi ishte krye-infermieri i bazës aty dhe më thotë kur të mbaroj Airo, do shkojmë të bëjmë një vizitë. Okej, tash. Dhe doktori, ndërkohë që po bënte atë vizitë, më tha, ti s'ke që nga barku, tha, po ti ke veshkën, tha ma. Dhe me këtë veshkë, ti nuk mund të bësh fëmijë, tha. Pas kështu, thash, okej, s'ka çfarë të bëj. Dhe kur dolëm nga kjo vizitë, i thash Edit, është më mirë që po ndodh tani se sa më vonë, sepse ne nuk do të kemi fëmijë. Edhe Edi tha, unë nuk të kam zgjedhur për këtë gjë. Unë kam zgjedhur si je dhe të dua kështu siç je dhe do të vazhdoj të dua. Okej, thash, kjo është shenjë e mirë, lati Zotit dhe vazhduam. U martuam dhe e kisha pakës atë fjalën e doktorit, por nuk e kisha vendosur shumë në zemrën time që kjo ishte vërtet për mua. Dhe unë rasha zane dhe e humbëm të parin, po prap nuk po dorëzosha, po i thosha Zotit, Zot, nëse ti do që ne të kemi fëmijë, ti mund ta bësh këtë gjë. Dhe pas 2 vitesh erdhi Noeli, pas 3 vitesh erdhi Sioni, kuptohet që nuk ishin shtatzanit të lehta, sepse me atë lloj veshke, por unë jam e njohur se Zotit që Zoti mi ka bekuar dhe janë fëmijë të shëndetshëm, që kështu
Edhe kjo është një përgjigje lutje. Për mua, na që ne kemi qenë për 10 vite me institutin dhe pastaj jemi me kishëmbjellje. Edhe këto me kishëmbjellje është pak vështirë sepse ti e mbjell kishën, rrit një grup dhe pastaj lëviz prap, edhe për mua nuk ndjesha rehat që sa të ndërtoja një grup dhe pastaj të lëvizja, edhe po i thosha Zotit, Zot, kjo është gjëja që dua unë të bëj, kështu do vazhdoj. Dhe Zoti tha, kjo është detyra që ti do të bësh. Ti do ndash fjalën, të rriten dhe ata do vazhdojnë dhe unë do kujdesem për ta. Dhe kështu kemi filluar dhe kam vazhduar tani që të bëj, sepse në fund të fundit nuk janë të mit, por janë të Zotit. Unë kam detyrën të ndaj ungjillin dhe të vazhdoj të punoj, të ndaj më shumë këtë lajmin e mirë. Dhe nuk janë të mijat, por janë të Zotit. Unë do të thosha vetëm Bibla, asnjë gjë tjetër nuk më drejton tjetër, sepse Zoti ka folur nëpërmjet Biblës. Edhe çfarë është shkruar aty është më së vërtetë. Nuk ka njerëz të tjerë që mund të përdori Zoti njerëz të tjerë, por Bibla është ajo që të flet më qartë se kushdo tjetër. Sepse edhe njerëz të tjerë nga fjala e Zotit drejtohen, por Bibla është ajo aty që ndron, sepse ajo është themeli i gjithçkaje, nuk është gjë tjetër. Edhe është shumë e thjeshtë edhe të flet shumë qartë. Për situata ime është sa më shoja, unë nuk e di, po unë kam qenë person shumë ndjesha shumë e sikletshme kur vija te doktorët. Dhe tani për mua është si shtëpi e dytë. Dhe kur ndodhi kjo situata me transplantin, kisha shumë të vështirë që ta kuptoja që është për mua, është rasti im. Dhe Zoti më tha, mos u shqetëso, po lë mama, sepse unë do të mbaj dhe unë do të kujdesem për ty. Nuk e di, por mua sikur më ka hequr atë frikën, atë shqetësimin me dorë njeri. Më kupton? Edhe kam patur një paqe që asnjë njeri nuk e kupton, që sa herë që unë flisja me mamin, çuditej me mua. Thoshte që a je smurt ti apo jo? Edhe unë kisha gëzim. Unë mund të bëja dializën gjatë natës, edhe gjatë ditës unë isha aktive. Më kupton, edhe ishte për mua gëzim që unë mund të bëja, të mbaja fëmijët, familjen, edhe në këtë situatë. Edhe besoj që Zoti më ka mbajtur, nuk ka gjë tjetër. Unë e dija që unë kisha këtë gjë, problemin me veshkën. Por nuk e dija që po vinte dita aq shpejt që do të kisha nevojë ose për dializë ose për transplant. Dhe ndodhi që e mora vesh, edhe si Edi edhe fëmijët u mblodhën bashkë edhe tham, dëgjoni, kjo është situata sepse ne nuk kemi fshirë asnjë gjë nga fëmijët. Ne në çdo fazë të jetës sonë, të mira dhe të këqijat ne kemi treguar dhe kemi trajtuar fëmijët si skuadër. Dhe u shprehëm, tani ne nuk do shikojmë si me keqardhje që hej, çfarë na ndodhi ne, pse jemi ne kështu, po a do i besojmë Zotit? Nëse themi që besojmë Zotit, neve do mbahemi fort tek ai dhe do vazhdojmë. Lavdi Zotit që të katërt të ishim në unitet për këtë gjë, luteshim çdo ditë. Nuk ishte situatë e lehtë. Shuma ishte shumë e madhe, sepse situata ime ishte shumë e vështirë, nuk ishte një transplant i thjeshtë që po merr veshkën dhe po vendos. Trupi im prodhon 99% antitrupa, që do të thotë 1% unë mund të mbaja veshkën. Dhe asnjë spital nuk po më merrte përsipër. Unë kam bërë në Amerikë, këtu në Shqipëri nuk bëhej dhe nuk bëhej. Por edhe në Amerikë vetëm 2 spitale ishin, një në Los Angeles edhe një në Mayo Clinic. Ne nuk ishim të ardhura, sepse ne mbahemi me ngritje suporti,
Dhe kur tha doktori infermierja që është kjo shumë, ne s'dinim të numëronim ato zerot, sa zero ishim edhe thamë, po, ku do t'i gjejmë? Nuk ishte vetëm shuma e lekëve, ishte veshka, ishte ku do rinim, sepse në Los Angeles ne mund të kishim patur njerëz që në gjitha Amerikën mund të kishim, po aty në Los Angeles nuk kishim, edhe për ne ishte si, si Zot, pse jemi ne këtu, pse po na vendos këtu, çfarë do të na mësosh në këtë gjë? Dhe ne kemi bler biletat, pa ditur se ku do shkonim, ku do rinim, dinim që do rinim vetëm për 2 javë, po supozoj që ne të ishim për 1 vit aty. Ne nuk kishim makinë, ne kishim lekët vetëm sa për të hyrë në spital, sepse nuk kishim siguracione, edhe sepse jemi shqiptar, edhe duhet i paguanin të tëra me lekë në dorë. Dhe jemi nisur, kemi marrë udhëtimin, kishim atë shtëpi për 2 javë, bëm takimin e parë me mjekët, pan situatën time, dhe thanë që mund të bëhet, por duhet zgjidhur shuma. Dhe ne kemi shpërndar lajmin kudo dhe jam shumë mirënjohëse që familja e Zotit është aq e madhe dhe që siguron në momentin që të duan. Jo kur i duam ne, por në momentin që dhe jo vetëm lekët, po edhe veshka, që edhe spitali u habit, ishim 54 veta, Amerikanë, që u testuan, dhe spitali tha kush je ti, që po testojnë kaq shumë veta. Dhe jo 1 shtëpi, po 2 shtëpi, jo 1 makinë, po 2 makina. Edhe për zviqa të them që Zoti i solli gjërat edhe na mbajti në unitet, si familje. Nuk e di, po fëmijët në këtë kohë u rritën më shumë në Zotin. E donin më shumë Zotin, u forcuan më shumë, donin të ishin në kishë më shumë, të shërbenin. S'di qa të them, ke parasysh për ne ishte një përgjigje lutje që edhe ja ku jam tani. Doja transplantin, eci çdo ditë, edhe jam mirënjohëse që se ndonjëherë marrim jetën që duhet jetoj, por jo, duhet jemi falënderuese dhe të jemi të varur prej Tij. Unë kam bërë plazmaforeza dhe plazmaforeza nuk është e lehtë, është shumë e vështirë, që do të thotë në një krah ty të hiqet gjaku dhe në krahun tjetër të vendoset. Dhe nuk janë bërë 1 o 2 seanca, po janë bërë 10 seanca. Dhe shpirti im e di se sa ka vuajtur, edhe e di shpirti im sa tuba ka mbajtur në trup, por një gjë që mbaj mend është që Zoti është me mua. Edhe mbaj mend që ai më jepte forcë në ato momente, dhe mbaj mend që infermierët vërtet që nuk ishin besimtare, por kur bënin atë shiringën që ishte e madhe, luteshin me mënyrën e tyre, se ishin katolike, mund të ishin, por dhe për mua më jepte qetësi që Zoti ishte me mua. Kam qaj? Plot. Nuk ka qenë lehtë. Por mendoja këtë vargun nga Romakët që thoshte këto vuajtje që kanë tani nuk krahasohen me lavdinë. Që kështu, po të thash, një paqe që ishte e jashtëzakonshme. Edhe pse nga plazmaforeza mbaj mend një ditë që unë kisha bërë gjatë natës dializën, që ishte 9 orë, bëra plazmaforezën dhe direkt pas plazmaforezës unë kam bërë hemodializën. Dhe për një moment unë kalova out, më kupton? Erdhën gjithë doktorët e kështu dhe arsyeja ishte se trupi im ishte fare, komplet. Por në atë moment unë thash, Jezus të lutem, më ndihmo. Edhe direkt erdha në ato momente, u stabilizova, e ulën direkt makinën e gjitha gjërat. Thash, vetëm dorë e Zotit më kanë mbajtur, nuk më kanë mbajtur asnjë gjë tjetër. Edhe dëshira për të jetuar. Mora forcë, sepse edhe pas transplantit, njerëzit kujtojnë që be transplanti edhe kalon çdo gjë, jo, nuk është e vërtetë. Transplanti është thjesht një mjekim.
nuk është që t'i shpëtove 100%. Është mjekimi i përditshëm gjatë gjithë jetës derisa të marrim frymë. Që kështu. Por thash, vajemi në Zotin dhe nuk ka asnjë gjë tjetër. Jam falendëruese për çdo moment që jetoj, që marr frymë, që lavdëroj Zotin. Nuk tani për mua kjo ka rëndësi, që do jem me Zotin në çdo kohë, kur të jetë momenti. E para është lexo fjalën, lutu, kimisi me njerëzit që duan fort Zotin, dhe mos t'ju ndaj bashkësisë kishës, sepse aty jemi për të rrahur njëri tjetrin. Edhe mos u dorëzo në situatat që ke, sepse ka një qëllim kjo situatë që është personi, sepse Zoti i jep situatat, nuk i krijojmë ne. Është ai që jep edhe zgjidhjen, edhe ka një qëllim që do të na forcoj, do të na rrisi, do të na mbaj fort. Kjo është për mua. Por miqësia me Zotin është e para. Në një moment të vështirë, kur trupi lodhet dhe mendja mbushet me pyetje, është e natyrshme të ndihesh i pasigurt. Por ekziston një e vërtetë që qëndron mbi çdo diagnozë apo këshill mjekësore. Perëndia nuk ndryshon dhe ai nuk të lë kurrë vetëm. Edhe atëherë kur rruga duket e errët e plot të papritura, jeta jote është në duart e tij. Ai e njeh çdo dhimbje, çdo lot dhe çdo mendim që kalon në zemrën tënde. Asgjë nga ajo që po kalon nuk i shpëton syrit të tij. Ndoshta nuk i kemi të gjitha përgjigjet për pse që na mundojnë mendjen, por kemi një shpresë të palëkundur, një shpresë që nuk përcaktohet nga rrethanat, por nga premtimet e Perëndisë. Miku im, Perëndia nuk është larg. Ai është pranë, edhe po vepron, duke të mbajtur, duke dhënë forcë çdo ditë. Dhe premtimi i tij është jetë, paqe dhe një prezencë e përjetshme e tij. Edhe atëherë kur syt janë me lot, zemra të dridhet dhe trupi të dhemb, ai të jep forcë. Edhe në momente frike dhe stuhie, ai sjell një paqe që është e vështirë për të përshkruar me fjalë. Sot, Zoti na fton të ndalemi për një moment dhe të pyesim veten: a është zemra ime përqendruar tek ai apo tek rrethanat? Sepse shpresa jon nuk është në këtë botë kalimtare. Shpresa jon është në Krishtin, ai që njeh të ardhmen dhe mban jetën tonë në duart e tij. Dhe kur jetoj me këtë siguri, zemra jon mbushet me paqe edhe në mes të stuhive. Tek Psalmi 23 në vargun 1 dhe pastaj në vargun 4 lexojmë: Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kem frikë nga asnjë keqe, sepse ti je me mua. Sot mos u përpiq të mbash gjithçka vet. Dorëzoja atij frikën, dhimbjen dhe çdo pasiguri. Lejo që paqja e tij të mbush zemrën tënde, hap pas hapi, frym pas fryme. Deri në takimin ton të ardhshëm mos harro, ti nuk je vetëm. Dhe kjo betejë nuk është më e madhe se sa dashuria e Perëndisë për ty.